Ne jetojmë në një kohë ku gjithçka duket se është e përkohshme, por në fakt nuk është kështu. Marrëdhëniet prishen lehtë, besnikëri që zgjat pak, lidhje që varen për interesit, por Bibla na tregon që ekziston një lloj dashurie që nuk përfundon. Dashuria e Zotit për njeriu. Madje Pali shkruan dhe thotë, dashuria nuk ligështohet, pra nuk mbaron. Por profecitë do të zhduken, gjuhët do të pushojnë, edhe dituria do të kalojë. Në historinë e kishës krishterë, një nga dëshmitë më të fuqishme të dashurisë së Zotit është jeta e Maximilian Kolbit. Në kampin e përqendrimit në Auschwitz, një burgosur zgjidhet për të vdekur. Ai shpërthen në lot. Thotë se ka familje, ka fëmijë, nuk duhet vdes. Atëherë Kolbe del nga rreshti dhe thotë, unë do të marr vendin e tij. Maximilian Kolbe vdes në vend të një tjetri. Nazistët menduan se kishin pushtetin mbi jetën dhe vdekjen, por në atë moment ndodh diçka më e madhe. Dashuria sfidon vdekjen, sepse ka diçka që nuk e shkatron koha, as dhuna, as vdekja. Dashurinë e vërtetë. Dashuria e vërtetë është më e fortë se vdekja. Ky varg i Palit është një deklaratë absolute. Dashuria, Pali thotë, nuk zgjat shumë, por dashuria nuk mbaron kurrë. Ekziston një lloj kontrasti i kësaj dashurie me gjërat e përkohshme. Pali rendit 3 gjëra të mëdha: profecitë, gjuhët edhe diturinë. Të gjitha këto janë të vlefshme, por realiteti tregon se kanë një kufi. Profecitë përfundojnë kur vjen plotësia, kur Zoti do të vijë, kur libra do të hapen, edhe kur nuk na duhet më të shqyrtojmë profecitë për të kuptuar se çfarë do të ndodhi në kohët e fundit, pasi ne do të gjendemi në realitetin e ri të Zotit. Gjuhët atëherë do të pushojnë, të gjithë do të flasim një gjuhë. Dituria, e cila është e pjesshme, atëherë nuk do të na duhet më. Por pse në këtë kohë dashuria nuk përfundon? Sepse ajo nuk është thjesht një virtyt njerëzor, por është dashuria e vetë natyrës së Zotit. Siç do thoshte edhe Agustini, nëse kupton dashurinë, ke kuptuar Zotin. Pra dashuria nuk varet nga rrethanat, nuk kufizohet nga koha, nuk shuhet nga vështirësitë. Ajo vazhdon dhe vazhdon, sepse burimi i saj është i përjetshëm. Në fund, nuk do të mbetet sa shumë ne dim, sa shumë ne kemi arritur, sa shumë kemi folur, por do të mbetet sa shumë kemi dashur. Ky është standardi i përjetësisë. Ne jetojmë në një kohë ku gjithçka është e përkohshme. Marrëdhëniet prishen shpejt, besnikëria nuk zgjat shumë, lidhjet varen nga interesat. Dashuria në këtë kohë është bërë emocionale, e kushtëzuar, e përkohshme, por Bibla na fton në një dimension tjetër të kësaj dashurie, një dashuri që nuk varet nga ndjenjat dhe njeriu, por nga natyra e vetë Zotit. Ndaj miq, investoni në atë që nuk mbaron. Mos e ndërtoni jetën vetëm mbi arritjet dhe njohuritë, mbi paran, mbi pushtetin, por ndërtojeni mbi dashurinë. Duani edhe kur është e vështirë, dashuria që vazhdon në vështirësi, dashuria që sfidon realitetin, dashuria që vuan edhe përballë sfidave, është ajo që pasqyron dhe reflekton përjetësinë. Me burimin e dashurisë nuk mund të japësh dashuri të përjetshme me një burim të përkohshëm. Vetëm Zoti është burimi. Ndaj miq, më lejoni t'ju tregoj sot se një ditë gjithçka që njohim do të ndryshojë. Arritjet tona do të harrohen. Njohuria jon, pushteti, parat, gjithçka që kemi akumuluar, madje edhe fjalët do të pushojnë, por një gjë do të mbetet: dashuria. Dhe pyetja është, apo jetojmë për atë që kalon, apo për atë që mbetet? Me këto të vërteta, le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, të falenderoj për dashurinë. Të falenderoj që ti je dashuri dhe ti e tregon dashurinë tënde ndaj nesh kur ti erdhe dhe more mbi trupin tënd në kryq mëkatet tona. Lutemi sot na mëso të jetojmë për atë që nuk mbaron, në një botë që ndryshon vazhdimisht, na rrënjos në dashurinë tënde të përjetshme. Na jep një zemër që nuk dorëzohet tek dashuria e përkohshme e gjërave, dhe kur është e vështirë, edhe kur nuk shpërblet, na ndihmo të duam si ti dhe të ndërtojmë një jetë të mbështetur tek e përjetshmja.
Bekoj burra dhe gra që po më ndjekin sot në këtë meditim, o Zot. Leq që të jetë inkurajim dhe bekim, motivim dhe udhëheqje për jetën e tyre ky meditim dashurie, për të reflektuar mbi Zotin dhe dashurinë e Tij, e cila ridimensionon jetën tonë. Ndihmona të duam të afërmin si veten tonë. Jepi kuptim ditës, javëve, jetës tonë dhe qëllim ekzistencial. Bekoj burra dhe gra që po ndjekin sot, o Zot, familje dhe fëmijët e tyre. E lutemi që të gjithë bashku të jemi reflektimi i dashurisë tënde. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miqtë e mi, lutem që Zoti t'ju bekojë dhe t'ju rrethojë me çdo të mirë që buron prej Tij. Pres ju takoj sërish nesër. Nëse ky mesazh i shkurtër inkurajues për ju ka qenë bekim, ndajini me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Le ta rrisim dhe ta zgjerojmë këtë dritare nga ku rrjedh bekimi edhe përçon dritë. Zoti ju bekoft, mezi pres ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme.